Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video dhe me qenë se jemi në periudhën e festave, video do të ketë përmbajtje festive. Do të bëjmë bashk një shport festive me disa produkte, por për këtë do jetë kjo shporta festive, do jetë për personat me aftësi të kufizuar që kanë bërë një video nga videot e kaluara, ju që e keni parë e dini. Unë kam treguar punimet e tyre dhe ju falenderoj që kemi mbledhur shumën që duhej dhe ne do shkojmë t'ja dorëzojmë bashk, do ta shikoni dhe ju se sa do të gëzohen kur t'i themi që ata do dalin për treg, sepse kjo shuma ishte për të ngrënë ata një treg dhe gjithashtu do t'i dhuroj atë shportën festive. Kështu që shkojmë bashkë tani në supermarket dhe zgjedhim produktet. Si fillim po mendoj të marr këto karamelet, janë disa, kështu që mendoj se ja vlejnë. Këtu kemi dhe produkte festive dhe mendova që të marr këto. Është një qese që ka shumë produkte brenda. Sa e lezetshme dhe kjo. Këtu pastaj kemi dhe panetone këto me çokolata, është me 3 lloj çokolatash, mendoj që mund të marr këta. Gjithashtu dhe Pandoro, më duket shumë i mirë me limon. Dhe këto biskota, shikoni sa të bukura, sa festive, them që marr dhe këto. Pastaj nuk mund t'i lejmë këta persona kaq të veçantë dhe të mirë pa një advent kalendar, kështu që shpresoj të gëzojnë kur t'i hapin secili dhe të zgjedhin nga një numër. Me sa më thanë aty te qendra, kishin qef kolat dhe bravot më duket, kështu që zgjedhim dhe pijet. Marrim këtë kolon me babagjysh, marrim dhe këtë bravon. Dhe ja ku jemi, produktet i blem, kemi dhe këtë shportën, këtë e kam që nga Zvicra, kur ishim aty gjithmonë merrnim këto shportat festive, dhe ishin me produkte të ndryshme, për shembull me shampanjë, me panetone, me Pandoro. Kam aq nostalgji për atë kohën atje. Nuk dua të mërzitem tani, sepse këtë vit nuk është që do festoj, por gjithsesi të jemi pozitiv, të mbarojmë këtë që kemi nisur. Kështu që t'ju tregoj tani produktet që kam marrë dhe ndërkohë do t'i vendosim këtu te shporta. Kemi këtë tortën që është tamam Pandoro dhe me çokoladë. Pra, mora këtë që do ta vendos kështu. Pastaj kemi advent kalendarin që do ta vendos mendoj këtu mbrapa, që të mos zer pamjen e produkteve të tjera. Këtë qesen festive që ka disa produkte, them ta vendos në fund, këtu para që do duket bukur, kështu që vendosim diçka tjetër, vendosim një pije. Këtë pijen, bravo. Kemi pastaj këto biskotat dhe më kujtohet kur i përgatisja vet që bënim ato videot, ju që më ndiqni prej kohësh e dini. Po i vendosim kështu, se është më bukur. Kemi Coca-Colën me babagjysh. Kemi këto karamelet ose bombone. Do t'i vendosim këtu. Dhe këtë qesen që e lam për në fund ta vendosim kështu. Nuk e di si duket, por kjo shporta festive mua po më pëlqen shumë dhe mezi po pres që të shkojmë bashkë dhe t'ja dorëzojmë. Sot është e hënë, aty është pushim, por unë do t'ja ucoj nesër, kështu që për ditën e sotme nuk mund të shkoj aty, do të shkoj nesër dhe do shihemi kur ta dorëzoj këtë shportën festive. Përshëndetje nga dita tjetër, ja ku e kemi dhe shportën dhe unë tani po shkoj që ta dorëzoj tek personat me aftësi të kufizuara. Ndërkohë që jam duke shkuar për të çuar këtë shportën festive, po mendoja sa mirë ndihem kur bëj të lumtur njerëzit e tjerë. Shkojmë. Unë sa po erdha këtu në qendra, kemi sjell pra këto produktet dhe këto janë për ju. Mirë, po ju nuk i pas keni shoqet dhe shokët. Ku janë ata? Janë në shtëpi. Janë të sëmura? Alta, ku janë? Po, janë të sëmura. E po mirë, kur të vinë një ditë tjetër do t'i ndani bashkë. Ndërkohë sot edhe ju mund të konsumoni diçka. Do hapim diçka nga këto? T'i hapim këto biskotat? Ha? Mere Alta? Ja edhe për të një. Alta, ne tani do zgjedhim një numër. Po para se të zgjedhim numrin, këtu te kalendari, do më thoni ju tani mua, ne i mblodhëm lekët se ne i shitëm punimet tuaja dhe i falenderojmë të gjithë këtu në YouTube. Edhe në Instagram që na keni shkruar dhe na keni bërë blerje punimet. Tani, ne lekët i kemi, ku do shkojmë ato lekët? Po, si në një juve një vetë të bitë. Jo neve, jo. Juve, ati ku keni qesh, ku do ani drejtu? Sikur të të të. Sikur më thuash? Po, sikur më thanë që kështë qef në Elbasan. Apo në Tiranë? Në Tiranë. Dashka në Durrës. Në Durrës. Ato shoferin e kanë personal, E kështu po që le të shprehim e shojmë. Kudo që të shkoni, ju do na dërgoni një foto dhe ne do ta ndajmë këtu që të tregojmë pra dhe drekën tuaj. Tani zgjidhni një numër juve, të shikojmë çfarë do t'ju bjerë këtu në kalendari. Dhe kur të vinë shokët dhe shoqet e tjera, do zgjedhin dhe ata numrat. Do t'ja ulem aty dhe gati. Çfarë numri doni? 1, 2, 3, 4, 5, çfarë doni? Vetëm një.
Njashi. Po ti, dallon dyshe? Njashi sa të madhe pas të qetur. Shiko sa gjë e bukur të ra. Mere. Ti kredo? Dyshi. Dallon dyshe. Dyshi dallon dyshe. Ja, ty të ra kjo, pinguini. Mere. Çfarë është? Mund të jetë çokolata, tani është si kështu si lang, nuk e di si Arigo. Këto janë, ndërkohë kemi edhe produkte të tjera, por unë mendoj që më mirë të hapen ditën që do jenë të gjithë, kështu që sot boll janë për ju këto, a? Pasi mund të pini dhe ndonjë gotë limonadë. Boll janë, a? Okej, unë shpresoj të jeni kënaqur me videon, unë jam kënaqur shumë që edhe pse sot janë të gjithë, jeni vetëm ju të dyja, por duket që jeni të lumtur, apo jo? Po. Ndërkohë, ne tani do kryojmë diçka shumë të bukur. Një mik i qendrës që është një vullnetar nga Gjermania, do të bëj këtu bashkë me personat e tjerë disa si tip biskotash që do të formohet më pas një si tip plakbore, pra snowman. Nuk e di ku e ka marrë idenë, por ishte shumë e bukur me sa na i tregoi. Kështu që do ta krijojmë bashkë tani, hap pas hapi, mësojeni dhe ju që ta bëni në shtëpitë tuaja. Okay. Ich gebe dir es gleich, dann. Në çdo kështu biskot të bardhë vendosim këtë sheqerin që është i shkrirë në mënyrë që të ngjiten. Ta vetë dyshim. Kështu që edhe këtu festohet dhe sa bukur që këtu jemi duke ndërtuar pra Hast du Zahnstocher oder? të snowmanin. Një biskot si kjo vendoset kështu. Dhe këtu pastaj do vendosim një si tip çokoladë bombone nga ato aty. Kemi vendosur sërish sheqer këtu, edhe këtu copën e çokoladës. Të shohim çfarë do dali. Tani supozohet që kjo është kapelja dhe këtu do bëjmë tani syt, edhe disa si kopsa, siç i ka baba gjyshi. Po mundohemi të bëjmë syt. Tu tani do bëjmë edhe gojën. Shikoni sa i lezetshëm doli, morëm dhe pak kështu ngjyrues të kuq me sheqer të shkrirë dhe bëm këto si tip kopsash. Vendosim dhe këto dy karamelet dhe ta mendoni që e gjitha kjo do hahet, pra është për të ngrënë. Dhe është një gjë kaq e lezetshme. Shikoni sa bukur. Tani po jetim dhe pak sheqer plur, që të duket sikur baba gjyshit i ka rënë bora. Amanta, bukur doli, bukur. Të pëlqeu? Ja pra mund të festohet edhe në këtë mënyrë dhe unë më besoni që po t'jem kaq mirë edhe po më kujtojnë ato video në Zvicër që bëja këto punimet kështu dhe është një gjë shumë e bukur, kështu që edhe ne po t'jemi mirë këtu, shpresojmë që dhe ju atje po e shijoni. Dhe gjithashtu mbase morët një ide për të bërë pra diçka të tillë në shtëpinë tuaj. Merrni dhe nga një karamele dhe ndërkohë dua të bëni një urim për vitin e ri. Mësuar vitin e ri dhe Zoti ju bekoft në familjet tuaja. Bravo. Dhe qoftë një vit i mbarë. Bravo, shumë mirë. Po ti dallo dyshe? Gëzoj vitin e ri, edhe shëndejnë tërve. Shëndeti është kryesori, me qëra fjalla unë këto koja marrë pak me analiza me gjera dhe shpresoj që gjithçka të jetë okej, sepse nuk isha kujdesur fare këtë periudhë për shëndetin dhe thash të bëja një kontroll të përgjithshëm. Për momentin jam mirë, kështu që mos u shqetësoni se edhe në Instagram më keni pyetur shumë. Dhe diçka, tani, për këta njerëzit që na kanë bler punimet, çfarë do ju thoshit ju? Shëndejnë, edhe shumë faleminderit. Bravo. Po ti Alda? Shëndetin dhe shumë faleminderit. Po një gjë tjetër, jo si dallon dyshja. Çfarë do t'ju urosh atyre me që ty të kanë bler punimet? Rofshim, faleminderit, ta ju pefshim. Zoti shëndejnë, Zoti shëndejnë, Zoti u ashtoftë. Bravo, Zoti ja ushtoft do ju thoja dhe unë, dhe të keni sa më shumë të mira në familjen tuaja. Zoti u ndihmoftë. Shumë mirë. Ju uroj të gjithëve festa të gëzuara, faleminderit për mbështetjen dhe bashkë do të shihemi në një video tjetër. Paçi! Pasi.